Për shpalljen e fundit, apo është fjolla prej fillimit feja deri në selafnira, plotësimi i fesë. Feja është plotësuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në të dy aspektet, edhe në shpalljen e fundit, edhe prej të Ademi alayhi salatu wasallam. Për shkak pejgamberi sa kur ka përgjasua ardhen e tij, e ka përgjasuar me një kalam. Në shembulli jam, e shembulli i meteve të qira, është sigur shembulli një kalas që është ndërtuar me shumë mundë. Asaj kalasi mungon veç një tull, edhe që e tulla e mone, e më thonë ka një pejgamber Allahu, subhanahu wa ta'ala ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Janë aspektin e fesë për të Ademi alayhi salatu wasallam të të Muhamedi alayhi salatu wasallam. Në aspektin e shpalljes, ashtu është edhe në aspektin e shpalljes, për shkak se Kurani i përfshin këtë shpalljes që janë kontrafora. Me më thonë ligjet, ato që ka kondosh me anulue, ato që ka kondosh me fuqizue, ato që ka kanë met, ato që kanë hek, i përfshin këtë libra Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është komentja i ajetit e leu me akmeltu lakum dinakum, unë për juve sot e kom plotësuar fejnë e juve. Se feja mo asë nuk ka më ardhë në një pejgamber që me thonë ka met pallati pa ndonjë shtull, ja, se është bitismo, është kompletue, s'ka më pejgamber. Asë që ka më ndryshu ndonjë dispozit që nuk ka rregulluar dhe që Allah subhanahu wa ta'ala ndihmë. Ka metit, Wallahu a'lam.